Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë konferencë për shtyp, që zhvillohet në kuadër të takimit të 5 rajonal të presidentë. Të pranishëm janë presidentja e Kosovës, shkëlqësia e saj zonja Atifete Jahjaga, presidenti i Malit të Zi, shkëlqësia e tij zoti Filip Vujanović, presidenti i Maqedonisë, shkëlqësia e tij zoti Gjorge Ivanov dhe presidenti i Shqipërisë, shkëlqësia e tij zoti Bujar Nishani. Fillimisht, presidenti Nishani në rolin e mikpritësit do të bëjë një prezantim të shkurtër të takimit, dhe më pas konferenca për shtyp do të vijojë me pyetjet e gazetarëve. Dje dhe sot unë pata nderin dhe privilegjin të isha përftuar dhe pjesëmarrës në samitin e 5 të presidentëve të rajonit, presidenten e Kosovës, Kaga, presidenti e Maqedonisë, zoti Ivanov, dhe presidenti e Malit të Zi, zoti Vujanović. Ky samit i 5 ishte një rast tjetër i vimësisë së kontributeve tona të përbashkëta në konsolidimin e një praktike tashmë të vendosur jo vetëm të takimeve, jo vetëm të forcimit të miqësisë midis nesh, por dhe të shprehjes së mendimeve të ideve tona në funksion të objektiva tashmë të shprehur dhe të konstituar të përbashkët. Ku spikat në radhë parë kontributi për fuqinë e mirë, për bashkëpunimin e ngushtë midis vendeve tona, jo vetëm në aspektin bilateral, por dhe atë rajonal i cili po merr gjithmonë më shumë një dimension të rëndësishëm për rajonin tonë, por në tërësi edhe për vetë hapësirën europiane, ku të gjitha vendet tona janë pjesë natyrale e saj. Ky samit edhe një herë dëshmoi rëndësinë e këtij standardi tashmë të konstituar, të fuqisë mirë, të dialogut, të bashkëpunimit, dhe po bëhet gjithmonë më konkret në prezantimin e ideve dhe projekteve konkrete të zhvillimit të rajonit tonë. Pra, dominimi i ideve të projekteve rajonale në fusha të rëndësishme, si që ato të energjisë, të infrastrukturës, të transportit, të turizmit, të bujqësisë, në tërësi të zhvillimit ekonomik të gjitha vendeve tona dhe padyshim të gjithë rajonit në tërësi. U nënvizua edhe një herë më shumë dhe më fortë rëndësia e rrugëtimit tonë të përbashkët drejt atij objektivi madhor që ne të gjitha përpiqemi sot të integrimit në Bashkimin Evropian. Gjitha vendet tona, integrimi në Bashkimin Evropian është në vetë prioriteti kryesor. Dhe ky udhëtim i përbashkët do të na përshpejtojë rrugën, do të na bëjë rrugën më të konsoliduar, do të na bëjë proceset më eficiente dhe më rezultativ për jetën e qytetarëve tanë dhe të vendeve tona. Në këtë samit, unë shfrytëzova edhe një rastin për të falenderuar kolegët e mi për një kontribut të dhyer dhe të shmuar të tyre që kanë dhënë në konsolidimin e këtyre samiteve, por dhe në takime të tjera, po ashtu shumë të rëndësishme, që ne së bashku kemi qenë pjesëtar dhe me president të tjerë të vendet të tjera të rajonit, por edhe të i rajonit, ku tashmë ajo që është më rëndësishme dhe që dominon frymën e këtyre takimeve, që ka të bëjmë atë çka kemi arritur ne deri më sot. Kemi arritur të shpërnjosim në mosbesimin dhe tashmë është sfida jona për të konsoliduar dhe forcuar më shumë besimin e njëri tjetrit. E ardhmja është një ardhmë e përbashkët. Ne ndam të njëjtin mendim që jemi që të gjithë optimistë për të ardhmen e vendeve tona, për të ardhmen e popujve tonë, dhe për këtë ne si president kemi një detyrë të madhe, kemi jo vetëm zërin e fortë,
por kemi dhe përgjegjësinë dhe përgjegjësinë për të qenë drejt për së drejt të angazhuar në promovimin e ideve konkrete, por dhe në shtypjen dhe nxitjen e realizimit të tyre. Nëse presidentët kanë ndonjë gjë për të thuar për mesazhet dhe pasaj për të kaluar pyetjet e gazetarëve. Mirë, atëherë. Faleminderit zot president, është lloj pyetjeve pra ju dhe gazetarëve para se të bëjmë në pyetje të prezantojmë vetëm dhe me jetë që përkësa. Por presidente Ivanov, në rregull? Cilat janë objektet e Maqedonisë për të parë realizimin e korridorit 8? Dhe president Malici, Gazioti Adriatico Ionian parashikoj të kalojë në malin e tij. A keni përcaktuar ndonjë strategji për konkretizimin e këtij projekti? Poštovani predstavnici na medijovите, na početku dozvolite mi da im se благодаря на нашите домакини, особено на господин Мишани за извънредната организация на овој трети самит и за искреното гостопримство што го држи. Пред да одговорам на прашањето, сакам да ви кажам дека разговаравме и за тоа. На нашиот регион треба наистина нова инфраструктура. Затоа што на целиот Балкан има многу затворени улици. Или ние се ги гледаме на постарот сокаци. Неопходно е сите тие да се поврзат. Така во тој контекст е и значењето на коридорот 8. Тој ќе го добие значењето кога Јадранско-Јонската магистрала ќе стане европски проект, за да можат сите коридори и сите земји да излегуваат на некој европски коридор. Така што и затоа и на претходните самити дававме значење на инфраструктурата. Сегашната состојба во регионот што од учесничките земји Македонија има и излез на два европски коридори, коридорот 8, коридорот 10. Меѓутоа Косово, Албанија, Црна Гора немат излез на европски коридори. И затоа она што беше на почетокот идеја станува веќе конкретен проект и би требало да е и главна тема на тврдо процесот, нашиот регион да застане дека му треба нов коридор. Тогаш и значењето на коридорот 8 е сосем поинакво, бидејќи ќе се поврзе и со другите земји. Му благодариме и на тоа што председателот Нишани го одбра Трач да биде место на овој втор циклус на самите, затоа што во представата на нашите предци Трач е патот за Рим, а на Рим Трач е патот за Константинопол, сега Истанбул. Символиката е дека ако тогаш Вија Игнација го сполучувала истокот и западот преку Драч, сега наслед е Драч символика за на Вија Игнација да доврзаме Вија Европа. Значи, овие самити, особено овој самит, символиката е дека пред се Европа ни е цел. И точно тоа и вашето прашање за коридорот 8 станува прашање за европската имена на целиот регион. Мислам, со таа нова инфраструктура ќе добиеме и нова и економска, и културна, и трговска, и туристичка размена. И затоа и ние во Македонија инсистираме на коридорот 8, кој сега дојде до гостират, што побрзо да продолжи да стигне до македонско-албанската граница, до Ќапаса. Така да владата има распишено и концесија на овие партнери и веројатно тој коридор набрзо би требало да го видиме во функција.
Ja želim da se pridružim ocjeni koju je prethodno saopštio predsjednik Ivanova na našem samitu i predsjednice Kjaergaarda i ocjena koju je dao predsjednik Lišani o uspjehu našeg samita, apsolutno primjereno da smo završili jedan ciklus samita od Valone do Prizrena, Ohrida i Budve i ovdje počeli drugi ciklus u Draču, potvrđujući vrijednost ovog samita kao dobru poruku dijaloga, dobro susjedstva i regionalne saradnje. U svijetlu ulaska Hrvatske u Europsku uniju i brdo procesa u kome uz naše 4 države učestvuju i Srbija i Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom i Slovenijom uz participaciju Europske unije, dogovorili smo se da afirmišemo regionalne projekte i da i ovaj samit bude jedna od osnova te afirmacije. U tim regionalnim projektima svakako da je Jadransko-jonski autoput veoma važan, on povezuje sve države regije i on povjeđuje da se afirmiše kao važan regionalni projekat i očekivanje od Europske unije i njenih fondova i banaka. Što se tiče Transadriatic gasovoda, on je veliki interes Crne Gore. Mi smo veoma zadovoljni sadašnjim aktivnostima i usmjereni na to da kroz dobru komunikaciju sa Azerbejdžanom afirmišemo vrijednost i dinamiku ovog projekta. Znate da je velika kompanija Sokar Azerbejdžana veliki investitor u Crnoj Gori i da gradi na prostoru Fumbora mega turistički projekat koji bi trebao da se završi za 32 mjeseca, već je otpočeo i ima vrijednost od 500 miliona eura i trebao bi svakako da bude jedan od najvrednijih kompleksa turizma u ovom regionu. Koristeći to i spremnost Azerbejdžana i Sokara, vrlo smo privrženi tome da ovaj gasovod bude nova vrijednost infrastrukture i u Crnoj Gori i da dobije adekvatnu valorizaciju ekonomiji i kvalitetu života svih naših građana. Анита Димитриевска, Македонска телевизија. Споменавте дека има економска соработка, да се продолжи економската соработка и инфраструктурно поврзување. Сметате ли дека доволни се овие 4 земји за да ги реализираат проектите што планирате да ги направите или ќе има дополнително вклучување на другите земји во регионот? Дали може би овој самит ќе се прошири со други земји од регионот? Да, ние би сакале на овој форум да ги видиме и соседите да се приклучат. Затоа што регионот, како што споменав, му треба нова инфраструктура. И затоа би сакале да ги видиме, ние имаме сега со новите, да ги кажеме, или членките од регионот Хрватска и Словенија, кои се наши потребувачи, би сакале овој форум да ги видиме и председателите на Србија на Грција, бидејќи зборуваме за коридори кои ќе проаѓаат и низ нивните земји и корист ќе имат граѓаните на целиот регион. Затоа што минатото не учи дека кога сме на отворен простор, тогаш луѓето имат просперитет и развој. Затоа символично го споменав Драч. Драч кога бил на патот на Вија Игнација, тука живееме богати луѓе, просперитет имало трговија, имало толеранција. Исто е било и со местата во Македонија, Охрид, Призрен во Косово. Тие биле центри на кога постоеле коридори. 20. век како да ни го затвори просторот и голем дел од тие некогашни центри станале периферии. Сега преку европската идеја се обидуваме повторно нашиот простор да се отвори и да се ги добијат значењето што се ги имале овие места во минатото, тоа да го имат и во иднината. Затоа ни е необходна нова инфраструктура, автопатишта, гасоводи, далеководи, оптички кабли. Треба, затоа што генерациите кои доаѓаат немаат трпение од Скопје до Драч да патуваат 5-6 сати, 10 сати, сакаат за 2 сати да стигнат. Исто и младите од Албанија сакаат да стигнат до Македонија за неколку сати, како што се научени на брз интернет, така се научени или
и своите услуги и своите пријателство, контакти да ги остварува што побрзо. И затоа ние, како председатели, ја имаме улога да овие големи теми да ги отвараме и да им ги даваме плавите да се посветуваат и да наоѓаат време, за да можат оние онака фондови кои стојат на располагање на нашиот регион да се искористат во заеднички проекти. Assambleja dhe Televizioni i Kosovës. Zofi President, ju sapo folët për domosdoshmërinë e promovimit projekteve të një rëndësie rajonale dhe evropiane. Por ne kemi vënë re se në këto takime mungojnë vazhdimisht, edhe pse këtë vit ka presidenca e Shqipërisë është për ftesë presidentit e Bosnjë e Hercegovinës dhe presidentit e Serbisë. Unë do doja të merrja një përgjigje nga presidentja e Kosovës Jajaga. Cili është komenti juaj për të mos pjesëmarrje të presidentit respektiv të Bosnjës dhe Serbisë? Faleminderit. Përpara se të përgjigjem pyetjes, dëshiroj që të falenderoj presidentin Nishani si organizator të këtij summiti, tani më tradicional mes presidentëve të 4 shteteve të rajonit, dhe të falenderoj për një organizim shumë të mirë dhe shumë profesional. Dhe ti përshëndes dhe presidentët e vendeve prezente dhe ti falenderoj për një bashkëbisedim shumë histor dhe konstruktiv që gjithsesi që do t'i kontribuonte dhe do t'i kontribuoj për parimin dhe avancimin të vëdukjeshëm të marrëdhënieve tona bilaterale, por rajonale dhe multilaterale gjithashtu. Kosova si shtet i pavarur, si shtet sovran dhe me integritetin e plot territorial dhe është një faktor i qëndrueshëm dhe një promotor i vazhdueshëm i paqes dhe stabilitetit në rajon dhe ka ndërtuar një bashkëpunim të mirë qëndror me të gjitha vendet e rajonit. Dhe summiti, sikurse është ky summit dhe summitet të tjera, i kontribuojnë agjendës së bashkëpunimit, të thëllimit të bashkëpunimit në mes të shteteve në mënyrë bilaterale, po ashtu edhe në aspektin rajonal. Dhe pjesëmarrja apo zgjerimi i formatit të këtij takimi, siç ka qenë dhe iniciativë dhe kërkese vazhdueshme të gjithë neve presidentëve pjesëmarrës tani më për 5 vite me radhë të këtij summiti, që të zgjerohet dhe me pjesëmarrjen e shtetit këqend të Serbisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës. E armja edhe Kosovës dhe Maqedonisë, Malit të Zi, Shqipërisë dhe të gjitha vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor apo të Evropës Juglindore është antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në këtë proces ne mund të kalojmë shumë lehtë duke e ndihmuar dhe duke përkrahur njëra tjetrën dhe duke ndërtuar raporte të mira fqinësore dhe me respekt ndërsjellë. Vitin e ardhshëm Kosova e ka radhën e organizimit të këtij summiti dhe unë i bëj thirrje edhe në mënyrë publike, edhe Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës që të jenë pjesë këtij summiti në mënyrë që të ndërtojmë ura të bashkëpunimit në mes së shteteve tona dhe përmes këtij bashkëpunimi të gjenerojmë mjetë dhe përkrahje nga ana e Bashkimit Evropian në mënyrë që të lehtësojmë jetën e qytetarëve tonë për brenda vendeve tona, po ashtu edhe në përgjithësi. Препрежалите от телевизия Скопия. За отговори председателите ме интересира малко по-конкретно театранската магистрала. Пред 2 недели хрватските председатели я спомена по Скопие, сега тук споменувате, значи дали е само на идея, че по која база е разработена и дали е планирано включување на коридор 8 и коридор 10. Театранската магистрала е конкретно за председател Иванов. Дали Македонија преку неја се поврзала дашната јадро-шпионската магистрала на коридор 8 и 10 преку Македонија. Благодаря. Почеток беше тоа идеја, меѓутоа еве веќе дојдовме и другите председатели во регионот да ја сватат можноста и потенцијалот на такви коридори во нашиот регион.
успеем, бидејќи Хрватска ги направи своите автопатишта, Албанија прави своји автопатишта, Македонија прави автопатишта, Црна Гора прави автопатишта. Меѓутоа тие ќе се добијат својата смисла која ќе се поврзат меѓу себе. Така што коридорот 8 е тој што би требало да ја поврзи Македонија со Јадранско-Јонската магистрала од една страна, а Албанија и Косово веќе има направен автопат до Призрев, тој автопат кој ќе дојде до Скопската, до заобиколницата во Скопје, фактички ќе биде споен со коридорот 10. Така што тоа на почетокот ако биле идеи веќе се конкретни проекти и затоа сакаме европските лидери да ги запознаеме со конкретните придобивки за нив и за нас, за регионот, со таа нова поврзаност на нашиот регион. И затоа, веројатно, затоа ја најави председателот Јосиповиќ дека ќе биде и тема на брден процесот што идната година ќе биде во Хрватска. Во Загреб. Во присуство на висок представник на членките на Европската унија. Atëherë me që unë jam fillim të radhës, edhe njerë dëshiroj të nënvizoj rëndësinë që Shqipëria jep koridorit Adriatik-Jonian. Në Shqipëri tashmë ka segmentet të caktuara ku këto investime në shërbim të këtij koridori kanë nisur. Ne si president përtej angazhimeve tona mendoj që duhet të kemi një zë të fortë dhe të fuqishëm, duke kërkuar që projektet të tilla konkrete të vihen në implementim nga qeveritë e vendeve tona. Dhe njëkohësisht për të qenë në krah të qeverive tona, për të mbështetur financiarisht për sa kohë janë projekte që ndihmojnë zhvillimin rajonal, projekte të cilat ndihmojnë komunikimin e rajonit edhe me hapësirën europiane, projekte të cilat e bëjnë tregun rajonal interesant dhe të rëndësishëm edhe për vetë hapësirën europiane, të gjithë mundësitë e mbështetjes financiare edhe nga organizatat të tjera europiane. Ekscelencja Televizionit Vision Plus. Me pyetje për presidentin Nishani, për presidentin Abesoni që takimet të tilla e aprojnë datën e antarësimit të tonë Bashkimit Evropian. Dhe sa takit të shqipit të datë. A bestojmë se këtë vit vendi do ta marrë statusin e vendit kandidatën e Ju falenderoj për pyetjen. Padyshim që fryma kryesore që përshkon të gjitha këto takime dhe kontributi themelor që përcjellin këto takime është në shërbim të një objektivi të përbashkët të shprehur tashmë dhe të angazhuar të gjitha vendet tona që është ai i integrimit në Bashkimin Evropian. Vetë fryma e këtyre takimeve, vetë fryma e këtyre samiteve, agenda e tyre, trajtimi i projekteve konkrete, janë tërësisht në frymën dhe mentalitetin evropian. Janë tërësisht në atribut të zhvillimeve dhe arritjes së standardeve që vetë Bashkimi Evropian pret të shohë nga të gjitha vendet tona. Ndaj, përveç faktit të rritjes së miqësisë midis presidentëve të vendeve tona, përveç dhe përtej faktit të ndarjes së mendimeve dhe pikpamjeve tona për zhvillimet të paqe dhe ato rajonale, të gjitha janë në funksion të procesit të integrimit evropian të vendeve tona. Jam optimist dhe kam arsye për qenë optimist që edhe Shqipëria dhe të gjitha vendet tona kanë të gjithë shansin, të gjitha mundësitë për të ecur me një shpejtësi të re dhe më të madhe në proceset e integrimit evropian dhe unë jo vetëm që jam e interesuar, jo vetëm që të besoj dhe shpresoj, por e konsideroj një merit të Shqipërisë dhe shqiptarëve dhënien dhe marrjen e statusit të vendit kandidat në takimin e anëshëm të Këshillit Evropian të dhjetor.
Është koha për dy pyetjet e fundit. Përshëndetje Bernardi, më jam zyrtare. Është pyetje për Presidentin e Maqedonisë së Kosovës. A vazhdon si duhet tensionuar me dy vendeve tuaja për sa i përket doganave? Dhe si do jetë zgjidhja në të ardhmen? Faleminderit. За среќа тоа заврши, бидејќи беше до 15 септември мерката на владата на Македонија за ограничување со увозот на житови. Така што си дојде до институционално решение и се надеваме дека од ова ќе извлечеме полка како овие од прашање да ги регулираме, за да не се случуваат други на слични настави. Бидејќи сме сите членки на ЦЕФТА и ЦЕФТА си има своји стандардни принципи, ако ги почитуваме, не би доаѓало до вакви настави. Мислам, добро е што се заврши. Enkeleda Arapi nga televizioni Vicinus kisha dy pyetje për presidentin Iqani. E para ka të bëjë me nismën për fillimin e këtyre takimeve është e Shqipërisë. Cili është vlerësimi juaj për dimensën që ka dhënë këto takime në forcimin e bashkëpunimit? Dhe pyetja e dytë, edhe pse nuk është pjesë e agjendës, ka të bëjë me vendimin më të fundit të qeverisë së re, e cila ka vendosur që të hiqet portreti i presidentit nga institucionet dhe vendosja e portretit të Ismail Qemalit. Cili është komenti juaj? Faleminderit. Spari të kërkojmë reportimin tuaj për t'i vendit përgjigjes së presidentes Kosovës për pyetjen paraprakike. Faleminderit shumë. Fillimisht dëshiroj të theksoj se marrëdhëniet në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë janë marrëdhënie jashtëzakonisht të mira, ndërsa mos kuptimi dhe jo lufta tregtare shqetësojnë vetëm ka të kaluar dhe shpresojnë që të mos përsëritet më. Dhe se ju keni parë që deri më tash ne kemi pasur edhe këtë rast kemi pasur edhe në raport me shtetet të tjera, por me përkajt të dyja qeverive është gjetur zgjidhja që është në përputhje dhe është në të mirë të dyja vendeve tona dhe në favor të qarkullimit të lirë të mallrave dhe të njerëzve, duke pasur parasysh edhe strukturën e CEFTA-s. Të dyja vendet tona, edhe Kosova dhe Maqedonia, kanë të ardhur në kryetësi të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe çështja e lirisë qarkullimit të lirë të njerëzve dhe të mallrave është një ndër parakushtet themelore në këtë proces, por ky do të jetë një shembull i mirë që nuk të përsëritet më radhë. Ju faleminderit për pyetjet. Spari, unë besoj që lidhur me pyetjen e parë, diçka ishte i qartë, angazhimi ynë është në funksion të bashkëpunimit, është në funksion të projekteve të përbashkëta, është në funksion të studimit, është në funksion të integrimit të vendeve tona në familjen në cilën ne ndemi vetëm pjesë natyrale e Bashkimit Evropian. Sa i takon pyetjes së dytë për foton e presidentit, në fakt është që pa dëgjuar më parë që një kryeministër ta nis punën e tij me heqjen e fotos së presidentit vetë. Nuk ka ndodhur në asnjë vend, nuk duhet të ndodhë, nuk është serioze. Por heqja e fotos së presidentit nuk është punë, është një gjest. Dhe si i tillë nuk kërkon angazhime, është i kollajt, nuk kërkon lodhje, nuk kërkon fantazi, nuk kërkon inteligencë. Dhe presidenti i Republikës shpreh nga kryeministri të bëj punë dhe jo gjeste. Natyrisht që kushtetuta e Republikës Shqipërisë përcakton që presidenti i Republikës është kreu i shtetit. Në Republikën Shqipërisë, kushtetuta ja ngarkon presidentit e Republikës përfaqësimin e unitetit të tij. Nuk ka asnjë diskutim që Ismail Bey Lora është figurë e madhe e historisë tonë. Është një kontributor jashtëzakonisht i madh i pavarësisë së Shqipërisë.
por historia është histori dhe serioziteti ndaj shtetit është seriozitet ndaj shtetit. E rëndësishme është që kushtetuta do të mbrohet në çdo rast. Por sforcime për ta vendosur presidentin e Republikës përballë si kundërshtar politik nuk janë shëndetshme për demokracinë. Unë mendoj që shqiptarët sot kanë nevojë për bashkim, kanë nevojë jo për përçarje, kanë nevojë për kontribute, kanë nevojë për punë, kanë nevojë për zhvillim ekonomik. Presidenti i Republikës do të jetë gjithmonë në shërbim të unitetit të popullit, do të jetë gjithmonë në shërbim të mbrojtjes së kushtetutës. Për fakt mirë, Shqipëria tashmë i ka të konsoliduara mekanizmat e mbrojtjes dhe fatësishmërisë së kushtetutës së vendit të ligjit. Duke falenderuar presidentit Yahya Ujanović, Ivanov dhe Nishani, dhe duke ju falenderuar gjithëve ju për pjesëmarrjen, ne deklarojmë